është njëri nga projektet më të rëndësishme të kryeqytetit, ishte thënë nga qeverisja komunale në kryeqytet. Por kur kemi hyrë në muajin e 3 të vitit 2025, punimet në projektin e nënkalimit në rrugën Agim Ramadani ende nuk kanë filluar. Nga vetëvendosja, e cila është parti opozitare në kryeqytet, adresojnë akuza në drejtim të kryetarit përparim Rama dhe qeverisjes së tij për mos realizim të projekteve. Shpesh do ta shohim zotin Raman dhe eksponent tjerë të qeverisjes komunale duke prerë shirita, por që në realitet këto punë nuk do të përfundojë gjatë këtij mandati, tëra çfarë do ndodhë, do të ketë ngecje, do të ketë stagnim e zhagitje. Ne jemi për zhvillimin e projekteve, jemi për rrugë të reja, jemi për nënkalime, për sheshe, mirë, po këto të bëhen në aspektin ligjor dhe të bëhen me kosto të përballueshme për buxhetin e kryeqytetit. Fillimisht këto projekte do duhet të shërbenin qytetarëve në atë kuptim që e lehtësojnë përditshmërinë e tyre. Kurse nga komuna konfirmuan se punimet pritet të nisin këtë muaj. Nënkalimi Agim Ramadani që do të shtoj diku rreth 6 milion euro pritet të fillojë brenda këtij muaji dhe shpresojmë se punimet do të shkojnë sipas planifikimit. Do të ketë edhe, është bërë faktikisht të realiza dhe do të ketë edhe një njoftim për qytetarët për lëvizjen se nga ku do të qarkullojnë automjetet. Punimet në nënkalimin Agim Ramadani pritet që të zgjasin diku rreth 200 pune, maksimalisht me disa vonesa të shkojë tek 240 total. Përmes një vendimi, Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve e pati refuzuar kërkesën e komunës së Prishtinës për pelqim rreth projektit të nënkalimit, me arsyetimin se ndikon në ndryshimin e gjendjes urbane të bërthamës së qendrës historike të Prishtinës, ku ka ndikime negative në asetet e trashëgimisë kulturore, duke kontribuar në zhdukjen e gjurmëve të trashëgimisë arkeologjike dhe arkitektonike të zhvillimit të Prishtinës, që nga parahistoria deri më tani.